duhet ta pranojmë që të flasë për gjelbërimin, ose të flasë për këto mundësi shëndetësore është luks në Shqipëri. Është luks në Shqipëri të flasë për gjelbërimin, ose të flasë për gjendjen psikologjike, për rehabilitimin e pacientëve, është luks. Gjithsesi, fakt është, po sepse për të folur për gjelbërimin, do të ofrojmë shumë gjëra të tjera më parë. Le të trajtojmë si është pjesa e brenda spitalit. Le të kalojmë edhe jashtë spitalit me kënaqësi. Nëse kemi konsumuar ato pjesë, me kënaqësi më të madhe. Por brenda spitalit, të gjithë shqiptarët, ose flas për Fierin, ndoshta edhe për ato spitale që unë ka parë, janë po mirë, më falë, se unë po ta lidh dhe me çështjet e urbanistike, arkitekturës dhe me qeverinë. Pak ditë më parë qeveria, kryeministja dje ndoshta ka shpallur, po përfundonte konkursi ndërkombëtar që quhente Parku i Besimit. Dhe në një zonë termjaft i bukur. Si emër, është emër i bukur. Absolutisht. Dhe në një zonë me gjelbërim në natyrë, ka vendosur të bëjë ndërtesa që do t'i japin komplet zonës natyrale të parkut, do t'i japin një temë fetare, aty do ketë disa monumente, ndërtesa nuk e pash se nuk mund t'a shikoja dot, por pra ai po investohen aty për të bërë një park ku investohen gjithë ato para, park përfet. Pra aty do bëhet një qendër atraksioni përfet. Ndërkohë që ti për të kuruar shqiptarët që ngjen në rrugëve të botës për të gjetur një mjekim, ti vetë bën një kapanon industrial në mënyrë të shpejtë në një zonë me lagështi, me ndotje akustike, dhe mbi të gjitha, kur i vëm dhe zjarrin plerave në behar, unë kam rastisur ke spitali, ai pacienti që do të dilte për të marrë ajër për jashtë ose të hapi dritaren, detyrohet ta mbyllte dritaren se ishte tymi i plerave toksik. Atëherë këto orare për ajrosi, pra, si në burg, atëherë po ti ishte mes pyllit të Levanit, në të rast edhe ato dreq plera kur digjen, ndoshta do kishin më të vështirë për të arritur të impaktuar ndotjen. Pra, që mos zgjadem të kjo, do të them që është luks kur ne themi të ribëjmë gjëra tani mbasi është ndërtuar si spital, po është luks ta ribësh. Ama kur ishte folur për kaq vite që do bëhet një projekt i ri dhe ishte gjetur dhe vendi i dur, dhe ishte paguar dhe projekti disa herë. Absolutisht. Atëherë pse kjo nuk u ndërtoi atje? Dhe për mua këto janë gjëra që dikush duhet t'japi përgjigje. Absolutisht. Për fat keq ne të dy nuk e gjejmë dot, por ne kemi vetëm në dorë të gjykojmë si e shikojmë nga jashtë. Pra, e shikojmë të drejtë apo jo, dhe të themi mendimin tonë.